Maskë apo kush? Flora Gjondeta Dervishi është një prej personaliteteve në Durrës, një grua e cila ka spikatur dhe me një karrierë shumë të madhe në fushën e artit, por dhe të shkrimit, kryesisht në prozë dhe poezi. Zonja Flora, juve keni nisur që në moshën 7 vjeçare artin e të shkruarit. A mund ta kujtojmë dot të kthehemi në atë moshë të njomë, si nisi? Në fakt, doja të vendosim një cak të shkuarës, jo për të harruar, po më kujtohet një thënie e mençur që kur kujton të kaluarën, do të thotë që sot më është varfëruar dhe e ardhmja nuk të inspiron. Kjo nuk po ndodh me mua. Megjithatë, është çast vërtet nismëtar. Është një poezi pranverës që u botua te Gazeta Pionieri atëherë dhe me sa duket magjia e natyrës do më ngërthente fort që atëherë. Flora, nga Tirana në Vlorë, një vlonjate në fëmirin tuaj, gjimnazin e keni kryer tek Alidemi, një prej gjimnazeve të artë të asaj kohe. Ju këtu keni spikatur me talentin tuaj, madje fituat edhe disa çmime. Një ambient i ngrohtë, çfarë kujton nga ajo periudhë? Për ulem me respekt për para një gjenerate mësuesish vërtet fisnik në profesionin e tyre dhe një klim letrare shumë të mirë që kishte Vlora, që na kultivoi. Ishte rrethi letrar i gjimnazit me Maro Pashon, mësuesen e letërsisë shumë e njohur në atë kohë, dhe rrethi letrar i qytetit, pra që funksiononte pranë Pallatit Kulturës me Hikmet Meçer. Natyrisht dua ta theksoj që unë vija nga një ambient i kultivuar, arsimdashës, libërdashës, dhe kam thënë edhe diku, është me fat ai njeri që lind në një shtëpi që ka bibliotekë, dhe unë këtë e kisha. Ishim prindrit, arsimdashës, të shkolluar për kohën, ishim 5 vëllezërit dhe ime motor mësuese. Shumë kërkues ndaj meje dhe kanë bërë shumë mirë. Ndërkohë ju fituat në këtë periudhë spikatët me talentin tuaj, ishit fituese disa çmimeve. Çfarë mban mend? Nuk ju nisa për karrierë, se poezia është e vetëvetishme, është perceptim subjektiv i realitetit dhe ai realitet më ofronte një ndarje nga gjimnazi dhe unë shkrova një poezi, Lam të mirë gjimnaz. Me sa duket i ngjiti një kompozitori të ri, Kasteriot Kokës, edhe e çojnë anketën muzikore dhe teksti fitoi çmim të parë. Ndërsa nëse do t'i quaj trofe, po këto ishin hapat që inicionin një letrar të ri, e kultivonin, nuk ishin hapa karriere, ishte një çmim në festivalin e poezisë apo konkursin letrar kombëtar, organizuar nga Lidhja e Shkrimtarëve dhe Gazeta Zëri i Rinisë, ku nominova me një cikël poezisë në çmim të dytë. Flora, ju e fituat të drejtën e studimeve për gjuhë shqipe dhe letërsi. Universiteti në Tiranë ju hapi portat e asaj ëndre të madhe që ishin shkrimet. Natyrisht, ëndra letrarisht studentore, e them diku. Dua ta them, ndoshta nuk i nevojitet fare shikuesit tuaj, por unë kam fituar konkursin për gazetari. Dhe siç u motivua atëherë në thonjza, për nevojat rrethit do kaloja te gjuhëletërsia. Megjithatë, jo çdo e keqe, se atëherë përjetova keq, bie për keq, bie për mirë. Aty pata fatin të m'japin pedagog të nderuar, për ule me ndjes para tyre, një pjesë mungojnë dhe duhet ju them ju preft shpirtin paqe, autoritetet të gjuhës dhe letërsisë shqipe. Përveç asaj, si Shaban Demira, Androkliko Sallari, Anastas Dodi, përveç krahut të fortë të katedrës letërsisë me Naja Shojorgaçi, na unë priftin që më ka udhëhequr dhe tek kursi i shkrimtarisë, dhe ishim me Ali Gjiku, Muzaffer Xhaxhiu, ishim me Fat,
kur dukej në auditori idhulli Jon Ismail Kadare për cikël leksionesh të letërsisë dekadente. Flora, kjo ka qenë një periudhë e artë, ju njohët me bashkëshortin tuaj të ardhshëm me Metin. Meti u dashurua me Florën apo me poezitë e Florës? Ndoshta me poezinë. Nuk ka qejf njëri të dëgjoj prralla për njohjet tona. Di që kështu jemi njohur. Me thënë, unë kisha dalë te gazeta Zëri i Rinis me një cikël poezi si pjesëmarrëse në konkursin e 30 vjetorit çlirimit të Dheut, me një vëllim poetik edhe fill shkuam në aksion, nisëm me aksion. Kështu jemi njohur në një mbrëmje vallëzimi, po kjo s'do të thot asgjë, unë e them dhe në një poezi. Mirupafshim u tham aksioneve, piquni ju njohje të reja. Pastaj, sigurisht, më duket sikur u rritëm bashkë me letërsinë dhe u maturuam dhe e përfunduam njohjen tonë në këtë mënyrë për mos me përmend në një fjalë tjetër. Megjithatë familja juaj nuk ishte dakord me Metin apo nuk ishte dakord me diçka tjetër? Jo, unë kisha një vlla afër shumë në Tiranë, me të cilin e kisha dhe shok, për të mos thënë që ishte shtëpia ime prindrore e dytë, dhe e respektoi zgjedhjen time, se natyrisht pyeti se kush ishte Meti dhe s'kishte asgjë të keqe, 2 student letërsisë, ai shkruante, prire nga kritika, ishte student i mirë, por ata e vetmi apeng që kam prindrit që mos me pas larg fëmijët, se më shumë se kurdoher, atëre ishte ai slogani të shërbejmë ku ka nevoja Dheu dhe nuk di ku do përfundonin 2 mësues. Ndërkohë që juve ju priste një karrierë shkëlqyer përpara, ishit nominuar si një ndër 10 studentët më të mira të universitetit. Por nuk ndodhi ajo që pritej. Faktikisht ishte koha, le t'ja lëm kohës. Nga 68 studentë të diplomuar, vetëm 8 mbrojtëm diplomën me studim shkencor. Dhe unë kisha studimin krahasimtar, letërsi Arbreshe në vështrim krahasus me romantizmin europian, me udhëheqës shumë të zotë, si Ali Gjiku, që është nga studiuesit, dhe Klara Kodra, që mbahet si themeli i studimit letërsisë Arbreshe, me oponencë të Bebi Balës, dhe një grupi tjetër që ishin recensent, kështu ishte forma organizimit, kur studentët futeshin në një kërkim shkencor. Por nuk mund të them karrierë shkëlqyer, katedra donte që këto pas stazhit kudo që ta bonin, ishin kontingjenti që mund të rekrutoheshin si asistent pedagog, i futeshin një gradë tjetër që sot quhet master, atë ishin studimet pas universitare, ose ishte mundësia varet për çfarë kishe bërë atë kursin special e mediave, se kishte dhe ato. Ndërkohë 2 gazeta, një në Tiranë dhe një në Vlorë, ju ofruan punë. Ndërkohë që Zëri Vlorës natyrisht e bëri këtë përjashtim. Vlora më kërkoi dhe donë se unë kisha bashkëpunuar me këtë gazetë. Lokale ishte, po ishte me hapësira, edhe letrare, edhe unë te reportazhi isha, si me thënë, e njohur. Ishte gjinia ime, më saktë. Ndërkohë që unë kisha vërë një kurorë zyrtare për të ardhur në Durrës, sepse isha e fejuar, ndërkohë studente, e fejuar ai do të kthehej nga Kuksi, se vënte 3 vjeçarin e detyrueshëm. Ishte në të njëjtat pozita edhe Meti me mua, ishte të studentët e nominuar për specializime të mëtejshme, ashtu si që i kryu, po më vonë. Në fushën e kritikës dhe të stilistikës, stilistikën njerë nuk, jo shpesh e merrin studentët e refuzonin, ishte e vështirë, stilistika gjuhësore, lingvistike. Edhe këto më bën që Durrësi
me emëroj, erdha me idenë që do t'jem të paktën në një gjimnaz, edhe me emëroj në Kukës, do më thënë më qoj mua pranë të vluarit, pranë të fejuarit, jo të fejuarin të asilte në qytetin e vetë për këto motive, jo pa dashur, për meritën. Flora, 5 vjetë në Kukës, një nuse e re, një vajzë e re, e sa po përfunduar universitetin. Çfarë gjetët atje, nëse kujtojmë atë kohë? Po, ajo është pjesë e jetës time dhe unë nuk e shoh të zezë, ishte ai entuziazmi i të rinjve, eksperienca të reja, tek e fundja klasa ku do janë me 4 mure dhe me 40 fëmijë kurreshtara, po 30, e bëra me pasion si mëdhënien dhe pash që isha shumë afër botës fëminore, ata sikur më mbajtën pranë vetës tyre, ose nëse më lejohet ta them, ajo bërgjësia ime e gjente shumë pikë takime me ata. Dhe po çdo gjë tepër të bën efekt kundërt, kur thon një vit ose 3 vjet, po më lan 5 edhe aty dikush shkruaj në një thelluk pyjore mbetur të 2 si 2 eremit. Ose fshie shkruaj në avullin e xhamit, fshie shkruaj në dritaren time, ti me dorë makina don të ndalësh, në udhë kryqe be fasuthinje. Se shpesher transporti ishte i vështirë dhe me Skoda. Ishim brënda në qytetin e Kukësit, edhe pse kishte gjimnas Kukësi. Ishim në një qytet të Hasit, që quhej Fajza. Megjithatë, ata ishin njerëz të mirë. Flora, mësova piten atje dhe turshit. Njeriu mëson, mësova folklorin, vetvetiu më regjistroheshin në mendje. Dhe kur më kam pyetur pastaj, mund të flisra si një hasjane vërtet për traditat dhe historinë. Atje është varrosur Bajram Curri e tjera, janë si zonë, janë shumë patriot, janë Shmalësie Gjakovës, shpjesë e pandash, shumicën i kishin andej. Flora, krimtaria juaj ndërkohë ka vijuar, asnjëherë nuk është ndërprerë, si në poezi, si në prozë. Ju jeni autore e 12 librave në poezi dhe në prozë. I fundit është Pa maskë. Çfarë ka sjellë Flora në këtë libër të fundit të saj? Është një përmbledhje poezive të saj të hershme? Ç'është e vërteta ka një përzgjedhje. Respektova mendimin e 2 recensentëve, doktor Bardosh Gaçes dhe doktor Ermir Nikës, për t'ju rikthyer lexuesit, se nëse gjenerata ime më njeh në këtë, desha të them, nuk dua të përdor fjalë tjetër, po në këtë lumë vërshimesh, në këtë vërshim të lumit të botimeve, vjen një gjenerat që nuk e di se çka, dhe s'ka se si ta di se qa ke bën, qofse të njeh gjenerata jote, në qofse poezia ime ka diçka që i qëndron kohës, mbetet, le të përzgjidhet në pjesën e parë. Është konceptuar pjesa e parë poezie përzgjedhur e vëllimeve, dhe pjesa e dytë, gjysmë për gjysmë, është vëllimi i ri Pa maskë. Ajo është një lloj si parathënie, për të mos thënë kontorno, për të mos përdorur terminologji kulinarie. Gjithsesi është grirse dhe janë ca piketa, për shembull poezi që kanë fituar çmime, jo domosdoshmërisht janë përzgjedhur. Agavit frymojnë në muzgun buzëqeshur, vala ndjek valën si malli i rivërtrir. Flet me dallëndyshen mote në pellazgjishten në lirë. Mungesa një maske. I me gjyshe i lutej Geas, pa maskë. Si me mëje i mungonte maska, ajo i lutej Heliosit, e gazmuar. Edhe mua më mungon maska. I lutem qeljes luleve, endjen e mitur pas ngjyrave. As fëmijët e mi nuk i mundon mungesa e maskës, por unë druhem se ato, Gean, Heliosin, lulet, pa maskë,
Rufeja edhe mund t'i përgjit. Lutem të mos ndodhi kur, gjithsesi lutem pa mask. Zonja Flora, ju jeni një prej njerëzve të rrallë që trashëgojnë pasurit fjalës shqipe. Nuk e di keni pas rast të më dëgjoni që përdor shumë frazeologji, për këtë falenderoj, është trashëgimore. Falenderoj familjen, ku linda, u rrita, dhe u shkollova deri në universitet, sepse atje ajo ishte familja që më ishin prindër dhe diku them e falenderoj tim gjysh nga ana e mamas, që ishte rapsod i njohur i luftës 20-s dhe pavarësisë, për genin trashëguar pafajsisht prej tij, po dhe për pasurinë që ai u lë brezave, jo vetëm Florës. Edhe kështu duke u rritur në një ambient të tillë ku ishin kënga, folklori, megjithëse isha një kërceja lapçe, po në këngë nuk isha gjikundi, domethënë krahasuar sidomos me motrën dhe vëllezërit e mi, sidomos vllai i vogël që ka qenë një nga këngëtarët e festivalit Gjirokastrës me 20 spikatur. Unë po të këndoja me atë, sigurisht që isha Sora dhe Bilbili, lapçe. Flora, mësuese në Durrës, por 20 vjet edhe në bibliotek. Ne ju kemi parë në bibliotek një prej drejtueseve aktive. Madje në këtë sallë ku jemi, ke qenë e pranishme në 10 aktivitete. Çfarë emocioni t'jep kjo sallë? Po, është e vërtet, salla është prap aty, koha kalon dhe ne nuk mund të ndalojmë atë, vetëm të lëmë disa gjurmë. Në atë bibliotekë edhe më përpara është punuar, natyrisht, sipas kohës, secili vuri një tull. Unë u përpoqa i përkas periudhës tranzicionit, dhe u përpoqa ti kisha në kokën time dhe ti zbatoja një sër projektesh që i kërkoj koha, i solli koha. Dhe unë pata integritetin, mundësin me Fondacionin Soros, këtë duhet ta them, sepse mund t'jesh aktive edhe ti mund t'kesh qindra ide, po nuk të shoh t'kesh ngritur një televizion vetë, pra duhet një mbështetje. Dhe unë këto i kisha dhe kisha një, po duhet të trokasësh në derën e duhur dhe të kesh dhe bashkëpunëtor të mirë, sigurisht që nuk më munguan edhe bashkëpunëtorët. Në këtë periudhë solli edhe librin historikun e bibliotekës që ju e keni lënë trashëgimi për këtë bibliotekë. Po dhe mirë kam bërë detyrën, ishte 60 vjetori i bibliotekës dhe futa këtë, ndoshta është më interesanti, ti e kape shumë bukur Klodi, ka qenë një cikël botimesh, sepse të gjitha bibliotekat kanë. Unë kam pasur fatin të shkoj në lindje dhe në perëndim, nga biblioteka Aleksandris që është pas Washingtonit më të mëdhat ose më vjetra në botë, deri në bibliotekat e Suedis që kanë standardin më të lartë në komunitetin evropian, kështu që përpiqesha të rrezatoja sa do pak, ashtu si që rrezatuan Eskili me shok, plejada e madhe e djepit të kulturës në Shqipëri, shpeshherë kanë pas një pasqyrim, idet, filozofia, sepse Ballkani ishte një, nuk ishte kështu me kufit të ngatruar, nga tresa ballkanike, thotë Edi Durham. Kështu që nuk jam përpjekur të sjell element të kohës. Flora, me njëherë pas bibliotekës ne ju pam pedagoge në universitet. Çfarë eksperiencë ishte kjo me të rinjt? Jo, unë dua të korrigjoj diçka këtu. Mua më ke parë atje si dhuruse në bibliotekën e disa pjesë të bibliotekës time, që mendoj që u duhen më shumë studentëve, por kam qenë part-time ligjëruse lëndës shkrim akademik për 3 vite, në ndërkohë që isha në bibliotekë. Kam qenë atere, pastaj
Nuk aplikova më për hir të së vërtetës, aty është tim shoq te katedra, domethënë e gjuhësisë, Fakulteti i Edukimit, dhe nuk kam shkuar më të. Ishte një periudhë, një eksperiencë e mirë? Po, ishte një eksperiencë e mirë, ishte edhe një mall për rikthim të mësimdhënia. Është ajo që ta ofron rinia dhe nxënësi që s'ta jep askush tjetër. Unë kisha mall për atë kohë, natyrisht jo të gjitha ngrihen mbi ndjenjat, po ja që poetët janë dhe idealist, janë edhe kështu. Të trija vajzat tuaja kanë ndjekur rrugën e artit. A jeni ju të kënaqur si prindër? Është zgjedhja e tyre dhe gjithmonë i uroj të mos kenë gabuar. Krenohem me sukseset e tyre deri tashti, edhe sigurisht që ndjehem shumë mirë, po me atë merakun e nënës që çfarë do t'i presi nesër, a do ta bëjmë prapë më mirë. Si Ada në regji, si Daorsa në flaut, në 3 lloje flautash, edhe më duket kur del në revista kështu me Vox Baroku në 3 flauta, mua më duken si vajzat, sepse janë kështu transverseri, ai piccolo dhe moderni që vinë në rritje, është një lloj simbolike për mua. Edhe Tila ka atë të gazetarisë nga të dyne, duket si ëndra ime e prerë ajo, jo se nuk shkruaj, po te gazetaria futet ajo, më shumë pavarësisht se ligjeron histori arti, histori muzike. Edhe jeni një gjyshe e lumtur? Shumë e lumtur. Kam një Nipçe Tadeusin të mrekullueshëm që dhe kur shkoj që pi kafen atje, më duket sikur shkoj vetëm për emrin e atij. Ai po rritet, domethënë me një Ada është strikte, si i përnderon vetë, nuk kam pjesën e gjyshes e ndihmës, po se thonë që gjyshrit më shumë i prishin, i lastojnë. Aq më tepër që ai ende është një shpresoj të bëhen shumë. Me çfarë po merret Flora? Çfarë projektesh ka Flora për të ardhmen? Ku ta shikojmë Florën? Nuk hyt tek ata që letërsinë e shohin si furra me simite që duhet i pjek për ditë. Lexoj shumë, shkruaj, i rikthehem, sidomos te proza kam kërkesa strikte, sepse po qëndroj jo te fabula, po te mënyra të shprehurit, te stili, që gjithmonë në botime me keqardhje shoh që marrin stilin bisedor e futin tek proza. Ajo gjua ka liqësitë e veta, letërsia ka liqësitë e veta që nuk mund t'i shkeli kurkush, ose e bëri Flora këtë, se e don apo e bëri. Ja, unë po lexoj, kam nevojë për rikthime. I rikthem Balzacut, ju ktheva atë Sergi ose Sergej, Tolstojt, Dino Buzzati te Tuneli, janë 2 parti lexime të reja, që unë i preferoj shumë si Coelhon edhe Amos Oz edhe Buzzatin, po klima është një, besoj që hyn tek treshja, është futur në djeçën e shkrimtarëve më të mirë, po lexoj me atë kënaqësi edhe Bashkim Hoxha, gruaja e shiut, sidomos kur vinë me autograf, unë e kam pasur si natyre, kisha si detyrë shtëpi dhe duhet ta lexoja atë ditë. Po është prozë interesante. Më thënë po lexoja Vasili Vasilikos, Bas Kazanzaqit, ky shkrimtar që i ka dhënë emër në botë letërsisë greke. Nuk shikoja që është shumë i njohur tek ne, po Orgjia e pushtetit, për shembull, është mjaft, domethënë, si prozë moderne në kuptimin jo të artificeve, po është një kronik e Orgjia e pushtetit, Orgjisë së pushtetit, sigurisht i vendosur me një personazh real, historik, është shumë e dhimbshme. Dhe deri në fund, edhe sa po isha në pragun e një 2 peripecive të vogla të shkuara, unë kisha atë libër, jo vetëm më solli fat, po sikur më dha forcë.
Më ka pëlqyer shumë, nuk e ke edhe ajo sy ullur, Buzlumi, Pjedra, Ula dhe Qava. Ishi një seri romanesh si kur më thrisnin këshu. Ndërkohë që jo gjithmonë i kemi hedhur syt nga letërsia balkanike, do mbeten njerëzit me reminiscenca, me një Soresk apo Eminesk për Rumanin, Botev që është i kos, jo, a ishte nderuar, po ndërkohë që kanë dalë filma të reja, për shumë më ka pëlqyer shumë një shkrimtare e re serbe, Thea Obrecht, është te Gruaja e Tigrit, nuk e di të ka rënë në dorë. Kështu që duke lexuar shumë e shikon që sa më lart ngjitesh, aq më shumë duket si ndodh si me avionin. Të ulet pesha specifike, të më bie në peshë. Ndërkohë rrit edhe kërkesat ndaj vetes. Po sigurisht, sidomos ato si besoj që do të jenë gati me pranverën, meqense pas ke merak, sepse ti hyn edhe te lexueset e mia dhe unë të falenderoj dhe të kërkoj dhe ndjes që disa herë nuk jam gjendur këtu. Unë përveç që bëj jetën artistike në Tiranë, kam dhe një obligim tjetër tash, kështu që të them të vërtetën kur jam në Tiranë. Flora, të urojmë shëndet, të urojmë suksese, të urojmë gjithë të mirat. Faleminderit juve, ishte kënaqësi, ju falenderoj dhe suksese Durrës Live.